kaluan disa kohë dhe ajo ndoshta do të dukej përsëri për të bërë furnizimin e radhës me ilaçet e porositura. Ai e kishte parë në kompjuter emrin e të shoqit tashmë të ngulitur në memorien e tij. Ai kishte hyrë në listën e pacientëve kur vëmendja dhe kujdesi për trajtimin e sëmundjeve malinj ishin krejtësisht të veçanta. Ai kishte dalluar edhe orën e ardhjes së saj për tërheqjen e medikamenteve të përcaktuara nga doktori. Dhe ajo pa fronte. Dozat ishin shtuar. Dhe aty kuptoi se sëmundja ishte duke u rigjallëruar. Ai e kuptoi menjëherë alarmin e kësaj situate. Priste të shikonte ardhjen e saj. Dita me shi dhe trafiku i rënduar ndoshta pengonte ardhjen në kohë, ose ndonjë arsye tjetër kishte ndikuar në vonesën e ardhjes së gruas. Ai për një orë do të ndronte turnin dhe ndoshta porosia e radhës do të dorëzohej nga kolegu i turnit tjetër. Ai hidhte syt nga xhami i dritareve ku ndodhej parkimi dhe tek porta. Priste se mos ajo tashmë do të shfaqej. Kaluan minutat e fundit dhe ati i hipi si një ankth në shpirt. Sytë e tij rrotulloheshin sa nga porta teka krepat e sahatit. Ai doli nga farmacia të pasdite me kokën e ulur dhe u drejtua nga vetura e tij. Shiu kishte pushuar dhe rret po hapeshin me shpejtësinë një pantere të ndihmuar dhe nga era që frynte. Ai ndjeu një zbrasësi dhe dëshpërim. Nuk e kuptoi pse po i ndodhte kjo gjë. Ai rriti shpejtësinë në autostradë sikur donte të largonte mendimet e këqija. Ndjeu këputje dhe mosdëshirë për të bërë gjë. Kur u ngrit nga gjumi atë buzëmbrëmje të lodhshme e të mërzitshme, duke u munduar të harronte gjithçka, përshëndeti maman që po shihte televizor edhe i tha: "Po dal pak nga deti, më duhet ajrosen." E ama e pa e habitur që i biri ishte kaq i heshtur atë mbrëmje. "Mos u vonoj", tha ajo e shqetësuar. Jo, një shëtitje dhe do të kthehem", ja ktheu ai. Apartamenti ku jetonte me prindërit ishte një ndërtesë shumë katëshe, buz detit, dhe shëtitjet ishin bërë për të rutinë kohë pas kohe. Qielli ishte hapur dhe yjet dalloheshin qartë atë mbrëmje dhjetori, dhe pak ditë festa e Krishtlindjeve do të ndjehej anë mban qytetit, me ngjarjet e vogla festive nëpër familje. Zbukurimet do dalloheshin lehtë anë mban kudo dhe kjo të sillte në mendje ato episode që do të ndodhin nëpër shtëpitë e tyre. Ai ndërkohë hodhi syt nga godina përballë dhe ajo shumë katëshe dhe balkonet të mëdha. Ai vazhdoi ecjen drejt busës së detit. Dallgët po dëgjoheshin edhe më. Djaloshi u ul në një nga stolat aty pranë dhe vetëm mendonte fatin e asaj gruaje. Një ditë ajo do të mbete e vetëm pa burrin e saj. Fëmijët do t'ja lehtësonin sadopak dhimbjen që do t'i sillte largimi i shoqit, mendoi, dhe një dallg i lagu pandoflit. Pasi foli me dy shokët e fakultetit, ai bëri shëtitje paksa më të çliruar, duke harruar gruan bosnjake dhe burrin serb të sëmurë. E ama e mori në telefon dhe ai u bë gati të kthehej. Ishte vonuar, disi dhe ora e vonë ishte e pazakont për të. Ai zakonisht në këtë orë ule në tavolinën e studimit për të ndjekur leksionet online edhe ato që i jepeshin në auditor. Por atë mbrëmje ai nuk e kishte as dëshirën dhe as vullnetin të kryente atë ritual. Ai dalloi godinën e shtëpisë së vet dhe përballë saj godina ku vuli re se dritat ishin fikur të gjitha, por në distancë, në një nga balkonet e godinës përballë shtëpisë së tij, pa
disa flakza qiriri që shëndrinin. Krishtlindjet kërkoni dhe pa kohë të vinin. Ati I bëri përshtypje ndezja e atyre qirinjve që ndodheshin të rreshtuar në balkon. Ai pa edhe një dritë të dhome gjysmë të errësuar, por megjithatë u ngjit lart nëpërmjet anshensorit në godinën